Donë Marktusha i Kishës Katolike Pjetri dhe Pali Lushnjë ndau një mesazh shprehje me besimtarët katolik, duke i uruar Pashkë të mbushura me dashuri, paqe dhe bekime. Krishti u ngjall dhe paqja qoftë me ju, uron ai, duke treguar se kjo nuk është vetëm një urim, por dhurata e Pashkës në mënyrën më të plotë. Pasi në një kohë që bota duket e mbushur me luftra, tensione dhe dhunë, paqja duhet të mbizotërojë mbi çdo formë përçarjeje. Me rastin e festës së Pashkëve, dua të uroj gjithë besimtarëve katolik dhe jo vetëm katolik, por çdo njeri mbi tokë, të uroj gëzuar Krishtin e ringjallur, gëzuar Pashkët. Pashkët le të jenë këtë vit një shenjë bekimi, bashkimi dhe paqe në këtë botë që është shumë e kërcënuar nga lufta. Në vërtet bota po jeton një farë Pashke në brendësinë e saj, sepse Pashka fillon me mundimet e Krishtit, me mundimet, vrasjen, kryqëzimin e tij, vdekjen dhe varrosjen e tij. Pra nuk mund të shkojmë në Pashkën e ringjallur po s'kalojmë nëpërmjet mundimeve dhe vdekjes, po s'kalojmë nëpërmjet vujtjes. E njerëzimi tashmë po vun shumë, sidomos në linjën e mesme që janë shumë njerëz të pafajshëm që po lanë jetën edhe në çdo vend botë, jo vetëm linjën e mesme, por ka shumë padrejtësi që i bëhen njerëzimit dhe lanë njerëzimin në vujtje. E bajmë me vujt njerëzimin nëpërmjet gjenjes sonë, nëpërmjet sjelljes sonë, nëpërmjet forcës sonë, të egoizmit tonë që nuk e shohim të afërmin tonë që vuan, nuk i qëndrojmë afër në momentet e tija të vështira, nuk ja japim dorën, nuk jena ai Cirene që ndihmon për ta mbartur kryqin e tij, për ta ndihmuar në vuajtjet e tija njeriu. Ka çdo njeriu, vetëm që të mbahet në përdore, të shoqërohet, të dëgjohet, të lutet me ta, të hecit me ta, të udhtohet me ta, të vuajnë me ta, por të gëzojnë me ta. Kjo është bukuria e jetës njerëzore. Të na ka mësuar Krishti, të duam pasi lloj kushti, deri në dhurimin e vetvetes. Dhe Jezusi ka thënë, faljo atë se s'din çka bajnë, momentin që kanë kryqëzuar, i kanë dhënë vdekjen. Dhe në fund, edhe për ata është lut, i ka ringjall, u ka dhënë jetën. Krishti është për të gjithë njerëzit, është me njeriu që vuan, është me shtektarin, është me të vetmuarin, është me gjithë dhe më dhënë shpresën e një jete, besimin e fortë, se ai ka ardhur dhe ka dhënë jetën për çdo njeri, dhe çdo njeri e ka ringjall dhe ka marrë të vetja. Për këtë arsye është ky urim që dërgoj për gjithë ju, për familjet tuaja, për gjithë botën mbar, që të ringjallet shpresa e një jete, të rilind një jetë e re, e bashkëpunimit, e dashurisë, e mirëkuptimit, e paqes dhe të jemi të pandashëm si vetë Krishti dhe Zoti na ka mësuar dhe na ka edukuar në jetën tonë si krijesa të tija të veçanta. Dhe njëherë nga komuniteti katolik këtu në Lushnjë, uroj gjithë besimtarëve katolik dhe jo vetëm katolik, por gjithë njerëzve që janë mbi tokë, gëzuar e për shumë vjet Pashkët. Krishti është ringjallur dhe ai u bekoft familjet tuaja dhe i mbroj familjet tuaja. Pashka Katolike, që është një nga festat më të rëndësishme të Kishës Katolike, do të festohet nesër me kremtimin e ringjalljes së Jezusit të Nazaretit, ndodhur 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Në Shqipëri festohen rregullisht 2 Pashkë, Pashkët Katolike dhe Pashkët Ortodokse, zakonisht në data të ndryshme, sepse bazohen në kalendar të ndryshëm gregorian dhe julian.